Trupi i Rayan Aluan, 24 vjeçarja palestineze që u vra në Tiranë, do të prehet në Gjermani, aty ku edhe jetonte. Burimet kanë bërë të ditur se ka qenë tezja e saj që përmes avokatit e ka marrë nga mjekësia ligjore, duke ndjekur më pas edhe procedurat. 24 vjeçarja u gjete pa jetë në banesën që kishte marrë me qera ditore, më 27 shkurt. Nga verifikimet rezultoi se ajo kishte hyrë në Shqipëri nga aeroporti i Rinasit së bashku me një burr, e më pas, përmes agjensive, ishin strehuar përkohësisht. Kanë qenë pronarët e apartamentit që kanë njoftuar policinë, pasi çifti nuk reagonte, ku dhe më pas është konstatuar vrasja me thik. Fillimisht u dyshuar se personi me të cilin u udhëtonte ishte bashkëshorti, por hetimet e policisë bën të ditur se ai ishte babai i saj dhe ndaj tij rëndojnë akuzat për vrasje. 49 vjeçari rezultoi se ishte larguar menjëherë nga Shqipëria, ndërsa dyshimet janë se ai strehohet në Gjermani. Shkak deri më tani dyshohet se janë bërë konfliktet në familje dhe kundërshtimi që prindrit kishin për mënyrën e jetesës së 24 vjeçares.